I themi flamurë. Nese, mua më mungon një gjë, dua të shikoj atë flamurin e bukur të qëndisur, se këto fotokopjet e flamurit shqiptar... Atë të Marigostu atë? Atë dua të shikoj. Edhe ai sa do i shtrenjtë unë duar që shqiptarët atë flamur të blejnë. Jo, për atë s'kanë se sepse flamuri nuk ka çmim. I kanë harxuar lekë duke bler bluzat e Gjermanit edhe do ta kishin bler edhe atë që aty po i kanë. Po as do po kursejnë, Pra këtë lajm ju e besoni të dy? Jo, nuk është e besoj, do donim ta besonin. Po mirë, edhe Krishtlindja dhe Viti i Ri është një festë që sjell harmoni dhe gëzim në familje. Unë kam përshtypje që flamurët shqiptar ku prodhohen, në Kinë? Po, besoj pjesa më e madhe në Kinë. Tani, kinezi nuk e di se si e kemi bërë ne, me çgjak e kemi bërë ne atë flamur. Prandaj them që flamuri duhet jetë një objekt, jo flamur noga, flamuri. Duhet jetë një objekt që të prodhohet këtu dhe të prodhohet ashtu bukur, si që ishte në kohën e Marigos. Vetëm do i rritet vlera, Ornela, s'do kemi mundësi pastaj që ta varim kudo në çdo tep. Është pundore, është handmade.